Mirëm timi live në mëngjes. Në këtë pjesë të fundit do ndalemi tek një operacion i gjerë i kryer jo vetëm nga autoritetet shqiptare, por në bashkëpunim edhe me ato italiane që u ndal tek mashtrimi kompjuterik. Është goditur kështu një rrjet i call centerave që prej vitesh punonte pikërisht në mashtrimin e qytetarëve të vendeve të ndryshme. Ne pikërisht për këtë do të flasim, për këto forma le të themi të mënyrës se si manipulohen qytetarët. Ne kemi parë raste edhe në Shqipëri, ndoshta jo të këtyre përmasave, por kemi parë të reflektuara mesazhet të cilat i vijnë qytetarëve dhe që ata klikojnë dhe më pas u merren të dhënat, shpesh herë u vidhen edhe parat e tyre. Për këtë do të flasim me ekspertin e teknologjisë, i cili është sot në studio, Tomi Kalanxhi. Faleminderit shumë që jeni këtu, Tomi, kënaqësi. Unë do doja që të ndalemi në bazë të dhënave që ti ke, çfarë është mashtrimi me call centrat, si funksionon ai, se kemi dëgjuar kaq shumë këto ditë të flitet. Mjafton ta rikujtojmë edhe një herë rastin e Divjakës dhe lushnjës që ndodhin në Shqipëri me kriptot. Qofse e mbani mend, që ndodhi persona të që i thoshin që ti do investosh, do blesh këtë platformën, e vetmja mënyrë që ç'a ndodh në për këto raste dhe është që përdoret telefonit dhe nuk përdoret one-to-one siç ishte në Divjakë edhe në Lushnjë, që ishin ta njerëzit e besueshëm që fitonin kredite ose fitonin para duke referuar njerëz. E njëjta gjë ishte edhe në call center, persona që referonin njerëz, që sillnin njerëz dhe i bënin fusnin para në platformë, fitonin para. Dhe edhe në Divjak ishte e njëjta gjë që këta personat i bindin njerëzit, i fusnin nëpër platforma, platformat ishin inekzistente, domethënë janë fasadas, skena teatri, që në fund fare kur bie është thjesht një skenë teatri dhe ti nuk je në avion, po je si për një teatri dhe janë një ca ekrane që lëvizin për dhëndur perceptimin e avionit, dhe njëjta gjë është edhe aty, ty duket sigur ke marrë kriptot në këtë rast, se dua ta rikthej edhe rastin e Lushnjës edhe Divjakës, sepse është pothuajse e njëjta gjë. Megjithatë, ajo që na bëri në përshtypje para është se ndodhte në mes, në zemër të kryeqytetit, e para, dhe e dyta është që funksiononte me telefona, pra quhej call center, edhe duhet le themi me një shumë minimale prej 250 euro ti futesh në lojë derisa nuk dilje dot më. A të bëri përshtypje që ishte le themi në një nga zonat më të zhvilluara të kryeqytetit? Nuk është më bëri përshtypje se nuk është në Shqipëri nuk është ka qenë hera e parë. Nuk është se ishte hera e parë që ndodhin këto raste, por që dua ta ritheksoj në momentin që këta persona ishin mes në qytet, ishin në rastin e Divjakës edhe Lushnjës, estin në rrugët e Lushnjës dhe takonin njerëz për ta bërë këtë gjë. Dhe thjesht ndodhi pas një viti. Ndoshta nuk ka shumë ngjashmëri rasti me rastin, sepse këta operonin për tregun jashtë, pra nëpërmjet telefonit. Po si proces është e njëjtë. Madje na intereson më shumë në vendin tonë se mund të bien pre, edhe ne kam përshtypjen. Patjetër, po në vendin tonë ne i zbuluam rastësisht, këtë herë na i zbuluan lejenë, kështu që ka shumë të bëjë. Pra ne nuk është se e gjurmuam vetë edhe ram vetë në, le themi, në gjurmët e kësaj që po ndodh. Çështja është që të hysh, edhe është e vështirë për të analizuar edhe për të vëngjishën, sepse në Shqipëri ka edhe call centera që punojnë tamam, kështu që edhe kanë edhe numër relativisht të punonësit, kështu që vetëm këtu afër jush janë 2 ose 3, kështu që bëjnë punën ashtu siç duhet, që punojnë për kompani fintech, ndërkombëtare e të merat, kështu që është edhe e vështirë, edhe nuk është se është tregon locationi që ti çaj duke bërë, kupton, dhe call centrat nuk është gjithë këshin. Kështu që ka edhe shumë të ndershëm që punojnë shumë të rinj që edhe me të drejtë. Ajo në fakt që duam ne të kuptojmë është se si mund të arrijë një qytetar europian të bjerë prej kësaj skeme. Pra çfarë ndodh, çfarë i ofrohet? Prandaj ta riktheva rastin e Divjakës, në momentin që këta i fusin njerëzit edhe i thonë për shembull që ti do futesh 250 euro siç ishte në këtë rast, edhe në rastin e Divjakës ishte pothuajse njëjta gjë, që ti do marrësh të accountin e do vish, unë do të marr në orën 6:30 dhe do të them futu online se do rritet tani. Edhe në Divjak ishte njëjta gjë. Linin gjithë punët në Divjak, Lushnjë, Gramsh dhe shkonin në orën 7 para kompjuterit ose në orën 1 kur ishte ky personi që ishte te ky grupi Telegramit edhe i thoshte tani do rritet. Edhe fapa atyre u rriteshin paratë te ky accounti imagjinar që kishin dhe nga 250 euro i shkonin 12.000 euro, 20.000 euro edhe më radh, kur në të vërtetë ato para thjesht ishin shifra... Manipulime që bënin... Dhe çfarë shëtin këta njerëz që depozitonin ende para të tjera për shkak të depozitave ndoshta rritjeve të fitimit? Për shkak të rritjeve të fitimit imagjinar që ata shikonin nëpër këto platforma.
që bëheshin manualisht, besoj, ndryshimet nga këta persona të cilët ishin pjesë. Pikërisht. Tomi, unë doja që të shohim pak edhe mënyrat se si mund t'i këshillojmë qytetarët për të kuptuar, kur le të themi një mesazh, një telefonat, ka të bëjë pikërisht me mashtrimin, kur nuk duhet të bien pre. Unë pra ne përmenda rastin e Divjagës, se realisht ishin shumë njerëz, domethënë mi ishin gati 2 persona në Divjag. Tani edhe persona që flasim në përvodet ndryshme të Europës janë pothuajse në periferitë e Italisë dhe që nuk është se kanë njohuri financiare që kush është një platformë e sigurt, kush janë platforma që janë të legalizuar nga shteti shqiptar, për shembull, nëse një shqiptar do të investojë në një kripto, ai do të fut ose në një fond investimesh, ai do të hyjë te AMF-ja dhe të shohë kush janë institucionet ose kompanitë shqiptare që e lejojnë investimin e parave, do thuash ti, okay, pse do ta bëjnë gjithë njerëzit këtë gjë. Në moment që ti do të vendosësh paratë tua dhe nuk do ta mendosh se kujt ja ke dhënë paratë, atëherë vazhdo bëje se në 90% rasteve këto janë mashtrim. Kurioz jemi, Tomi, më fal Brikena, si përzgjidhen pikërisht lojtarët që marrin pjesë në këtë skem? Pra, ku i gjejnë numrat e qytetarëve të huaj, në rastin konkret qytetarëve italianë? Janë të piketuar personazhet apo janë të rastësishëm? Shikon, në dark web është interneti që mund gjetë gjithçka, ku shkuan edhe dhënat tona kur u hakeruan. Janë pikërisht këto raste që kur hakerohet një sistem, një website, u hakerohet Facebook, u hakerohet Uber, u hakerohet një aplikacion i caktuar, këta persona ngarkojnë dhënat në për këto aplikacione dhe i shesin dark web. Dhe këta persona pastaj i blejnë dhe i marrin në blok, pra. Në blok, pastaj dhe u shesin besoj në këtë rast. Jo, pastaj koncentra telefonojnë Derisa dikush besoj që këto janë informacione të cilat janë po ashtu edhe pjesë e hetimit dhe besoj autoritetet ndalen konkretisht. Unë do doja që të kemi edhe një komunikim të drejtë për drejtë me Sido Barkajn, i cili besoj e ka ndjekur të gjithë rrjedhën le të themi të hetimeve që po vjon në bashkëpunim me autoritetet italiane, sigurisht në vendin tonë sa i takon këtyre mashtrimeve online. Jap fjalën sërish Sidos për të na sjellë disa detaje për zhvillimet më të fundit që vijnë nga kjo çështje. Nuk e di nëse e kemi Sidon dhe kurse po përgatitet Sidon, e kemi patur edhe ditën e djeshme një komunikim të drejtë për drejtë me të në lidhje me këtë rast dhe ai na ka sjellë pikërisht informacione të cilat kishin të bënin me numrin e personave të arrestuar që ishin pjesë e kësaj skeme. Sido, si ka ecur le të themi hetimi, ka dhe persona të cilët vijnë ende të jenë në kërkim apo jo? Po, Brikena, në fakt organizatorët le të themi ose kokat e cilët fshihen pas call centrave të goditur para pak ditësh nga prokuroria e posaçme, të cilët sipas SPAK pra kishin arritur që të mashtronin mirë qytetar duke përfituar miliona euro, pra në le të themi petkun e kriptovalutave dhe investimeve fiktive online, kanë arritur që të arratisen, ende nuk është lokalizuar ose bëri mundur lokalizimi i personave të cilët pra fshihen pas call centrave, të paktën është një zinxhir call center, është grupi hetimor shpresë është një zinxhir call center të cilët funksiononin për vitesh në Shqipëri. Megjithatë, ditën e djeshme u dhanë masat për personat arrestuar më herët në kuadër të këtij operacioni, ku u miratuan le të themi masat e kërkuara nga prokuroria e posaçme dhe nga gjykata posaçme, por nga ana tjetër vijojnë kërkime dhe për dokumentimin e plot të të gjitha fakteve dhe provave. Ka qenë le të themi siç e kemi theksuar dhe më përpara një denoncim nga mediat italiane, të cilët kanë zbuluar gjithë zinxhirin e call centrave në Shqipëri. Megjithatë, grupet hetimore kanë nisur punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë çështje, por dhe të call centrave të tjerë. Bëhet fjalë të paktën burime të njëjtat burime bëjnë me dije se janë edhe disa call centra të tjerë, të cilët pra funksiononin me kriptomonedha, sërish pra edhe në investimet fiktive të bursat fiktive, të cilët kanë arritur të mashtrojnë dhe qytetarë të tjerë, jo vetëm në shtetin italisë, por edhe në vende të tjera, kryesisht në Gjermani, Hollandë të tjerë. Sa kaq hetimet në fakt janë fokusuar ose le të themi kërkohet informacion dhe nga ndërkombëtarët, pasi ka dyshimet e forta se bëhet fjalë edhe për një grup tjetër i cili funksionon në Çipër, një grup shqiptarësh të cilët në fakt vitet e fundit kanë arritur që të hapin disa call centra në shtetin e Çiprës, duke mashtruar kështu shtetas italian dhe shtetas evropian kryesisht. Faleminderit Sido. Faleminderit Sido. Tomi, po. Jo, desha të kuptoj sepse na ndodh shpesh që na telefonojnë dhe duhet jemi fakt të ndërgjegjshëm për të kuptuar se kur do të bien preja mashtrimit. Na telefonojnë
se juve jeni sjellë mirë dhe keni fituar një kredi. Na telefonojnë për të blerë një dyshek. Na telefonojnë... Keni fituar mundësim për të blerë një dyshek? Na telefonojnë, keni fituar mundësim për të votuar. Pra, ka shumë raste kur na telefonojnë. Dhe në fakt, mua më duket e pa drejtë që dikush të ketë akses në numrin të në telefonit dhe të ofrojë dhe të bëjë tregti. Pra, kur do ta kuptojmë ne, që janë shenjat të dukshme që do të bijem prej një mashtri? Qiko, e para njerë, ne kemi një autoritet që është autoriteti për të personale që në momentin që ti je regjistruar në një sajt dhe ti nuk e ke pranuar që të telefonohesh ose të marrësh oferta promocionale nga kjo kompani, ti nuk do të merresh. Tani, nuk do të banalizoj gjën, por në Itali, javës që shkoj, autoritetet italiane arrestuan tek Autorità della Privacy, që e italisht, autoriteti i privatësisë, 10 veta, sepse ishin persona që pagueshin nga kompanit për të mbyllur një sy për përdorimin e dhënë personale në për sajtet të ndryshme. Kështu që e njëjta gjë është edhe në këto raste, në momentin që ju nuk e keni dhënë autoritetin, në një farë mënyre, si është ajo, heshti, heshtuntha, u bështja lumë. Kështu që duke heshtur gjithë, mos u interesuar ama se s'ka gjë se na morin telefon, hesh brikena, se s'ka gjë, këta persona vazhdojnë edhe nuk denocojmë të autoritetet që ora unë kësaj kompanisë s'kam bërë asnjëherë sa të mbrojtur jemi ne, Tomi, në realitet nga autoritetet cilat duhet na japin një lloj sigurie edhe në momentin që nuk po flas për ne të rinjt, që deri diku ndoshta edhe mund ta kemi një farë informacioni dhe ndoshta nga bisedat që bëhen edhe ne po duhet ta rithej, edhe ata të rinj ishin, Të rinj, po, e vërtet është, po ka përshtypjen edhe mosha cilat janë pak më të mëdha dhe janë edhe më të prirur, më të rrezikuar. Okej, janë edhe më të rrezikuar, po në Shqipëri tani po bëj shaka tani, por që fati mirë në Shqipëri që ata që janë më të vjetë nuk kanë para siç mund të jenë ata në Itali, që mund ta gjojnë 20.000 euro, 30.000 euro për të investuar në fonde investimesh. Por nuk ka qenë herë të pakta që kanë rënë prej edhe të moshët e treta në Shqipëri. Pra nga një mesazh që ty të vjen që unë po vdes dhe duhet të lë pasurinë time ty. Shumë persona kanë qenë që kanë lënë 20.000 euro, 30.000 euro dhe kanë dashur për mos humbur ato 20.000 euro kanë çuar akoma para, por që ne kemi thënë edhe e rithemi përsëri që një nuk mund të bëhesh i pasur nga hiçi. Nëse një person lët vetmet para që ka, qofshin ato edhe 100 euro, prapi duken shumë. Dhe t'jeni sigur që nëse dikush di një mënyrë për të bërë para, nuk do të marrë ty në telefon për ta treguar edhe ty se si të bësh edhe ti i pasur. Megjithatë skemat e mashtrimit janë bërë nga më të ndryshmet, pra duket sikur interneti tashmë e ka zvogluar, le themi, botën dhe ti mund mashtrosh një njeri në një kontinent tjetër. Shtete si Nigeria, vetëm nga mashtrimet në internet, i sini GDP-s të shtetit të Nigerisë $100 miliard. 100 miliard dollar, që do thotë sa 4 fishi buxhet i GDP-s Shqipërisë. Nigeria duket sikur e pas ka zhvilluar shumë pjesën. Ka zhvilluar sepse një popullsia shumë e madhe dhe personat kushtojnë më lirë në për këto operatorët në call centerave. Call center. Mund të jetë me email, me tani me me inteligjencë artificiale, mund të jetë edhe deepfake, mund të marrin fytyrën e një personi, ta konvertojnë në video dhe të duket sikur jetë duke folur, por shumica e njerëzve ne kemi parë në Shqipëri që janë marrë personazhet medias, janë bërë deepfake dhe shesin ilaçe çuditbërëse dhe i referojnë ato. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm, sidomos për brende edhe kompani, okay, duhet bëjmë çik fact checking. Në momentin që kjo kompania, a ekziston kjo kompania, dhe më qik të QKB, a ekziston kjo kompania që po merë mund telefon ose këta personat kush janë e temerat, dhe thuasht, do bëjmë kaq investigus. Në qofse na dhimë separat, duhet bëjmë investigus. Në qofse nuk na dhimë separat, le të lozim bëjgjoz. Është nga ana tjetër ndihmuese teknologjia për hetuesit në rastin konkret, në mënyrë që përtej këtyre mashtrimeve që ne shohim të përdoret edhe për të jetuar edhe për t'ia lehtësuar punën momentin që duan të identifikojmë këto raste të mashtrimit apo edhe persona të cilët përfshihen në këto skema. Patjetër që po, sepse tani varet në shumicën e rasteve këto janë në vende si Bangladeshi, Pakistani, Rusia, në vende që ne nuk i kemi partnere si edhe ato institucione ose ato kompani edhe nuk mund t'i kthejnë përgjigje autoriteteve shqiptare, por në shumicën e rasteve teknologjia është ndihmëse si gjithmonë lë logje për gjëra që ndodhin. Megjithatë, sa i gatshëm është shteti shqiptar dhe nëse ka apo jo struktura që funksionojnë, që ti nëse bie pre e një mashtrimi online, qoftë nëse ke humbur thjesht 10 euro, apo qoftë nëse të kanë
hakëruar adresën tënde të rrjeteve sociale, të gjesh mbështetje dhe të rikuperosh. Me sa di unë nuk është shumë e shpejtë, se patjetër që unë nuk është jam shumë minë, po nga rastet që kam dëgjuar, është i gjendshëm, nuk gjendet situata sot për nesër, se ndoshta ne duam të na jepet zgjidhje situatës sot për nesër, sepse edhe ato kanë procedura që duhet të shkruajnë në autoriteteve TikTokut, për shembull, ose Metës për të kthyer një përgjigje, por që në disa raste që unë kam dëgjuar që kanë qenë realisht të rëndësishme, kanë marrë një përgjigje. Megjithatë sa e rëndësishme është në por që ne do të ruajmë veten tonë. Sa e rëndësishme është në ditët sot me klikimi, pra çfarë duhet bëjmë ne kujdes në botën e internetit? Tani, çfarë duhet bëjmë kujdes? E para njerë, nëse ne nuk e njohim atë brandin që ne do mendojmë që do na japi para ose do na thotë atë formulën magjike si të bëhemi të pasur, mos ta besojmë, sepse duhet ta rikthejmë prapë, nëse dikush e di se si të bëhet i pasur, nuk kap se ndan me ty, ai vazhdon bëhet vetë, rrinë ato qetësinë e vet, dhe nuk kap se të merr telefonin thotë, për kena mirëmëngjes, sot do bëhet të pasur, do të japësh më 200 euro dhe ti do të bëj milioner. Uaj, pse duhet bëhet ky personi këtë gjë? Kështu që këtë gjë mendoheni gjë e parë, dhe e dyta është më i madh probabiliteti që ne të gjithë të vdesim nga një meteor se sa të dalë një gjysh që të kalon $10 milion. Faleminderit shumë, Tomi. Ne kemi ardhur në fund programit për ditën e sotme. Ju falenderojmë shumë edhe juve që qëndruat me ne, duke ju lënë sërish takim ditën e nesërme në 6:45. Ju ftojmë të qëndroni në ekranin e Vision Plus me mesdritë në orën 10:05. Miru takofshim.